Atë qef të përgjyrë me kampe. Gjithmonë e ka pa ju tani apo jo? E ka më përgjyrë gjithmonë si ato kinezët e japonezët që merrnin këto shtëpiat kështu i zbukuronin. Unë ka marrë zgarën të pjekim qoftë, të bëjmë piknik mal. Ose që unë ka marrë fruta kivit, po një kivi ka marrë për vete. Që ke këputo Ema. Po që ka cute. Mini camper. Po sa fuko. Shite moj. Edhe me pasqyrë, me dy pasqyra. Një të gjatë edhe një të shkurtër aty. Prita shafën? Mos u shteni! Shumë ngushtë, si do rrim. O me radhë. Si me radhë, unë bëdhem koma, të përshtirë. Ajtë se sistemojmë se sa të rrim në mal, sa pastaj do jemi rahat, bëjmë piknik aty hapim në i stendë. Po pra. Si me hy këtu minat. Keni kështu shtëpie, nuk keni. Shnet. Faleminderit. Shkrujti Qa thot Melisa? më njoftuan qura tua te kamperi, tani nis sfida juaj. Ju Ju nuk do shkoni në mal për të qëndroni 6 orë 6 orë. 6 orë në kamper? Në Tiranë. në Tiranë. Dhe ta shfrytëzoni si shtëpinë tuaj. Shoferi do ju dorëzoj një buxhet prej 20.000 lekësh. Mos ka harruna i zero, se s'ka mundësi të jetë 20.000 lekë të vjetra. Ta pys? Kujdes, kamperi do karburant dhe duhet dorëzuar i pastruar. Të merë. Oj, non, se bë Po, mirë. se na gënjejnë tane. Illoj sfide Se rehat. na gënjejnë tane, na thanë do iknin mal. Qa kishte marrë ti me vete? Mora zgar për ta vënë mal. Ka marrë si mite dhe qofte për t'i skuq. Që ta bëjmë barbecue. Një kive ka marë. Po, sigur të shesim qofte, buke qofte. E vejmë edhe kivin lëvinë të dishën. Dhe, sepse po i shesim ne, ato nuk janë thjesht buke qofte 2.000 lekëshe. A unë ta këtu shoferi doraki, që ta eci me shpejtësi. Shoferi do Dashnjore që të gjiti dhe në malore. si gzimi. Me pas Shobur. Me vërtet am shoferi doraki, po jo ti lushfet. diqe. Mbylla derën. Mbylla derën se kemi punë. Kjo parti bëhet skip gjithmonë. Goca, unë këtu 6 orë nuk ka shanse të ri. Pse? Është shumë keq, që një shtri aty, 2 dhoma kuzhinë. A me ti Do ta do bëjmë, jo, do ta bëjmë kështu sfidën që kemi me qofte, do ta bëjmë kush shet më shumë qofte, do rritë krevati. Kush e vendos të rregullin ti? Unë. Nga Hajde rriti këtu edhe. fuqia e kujt? Hajde rriti këtu pra, me që s'do rregulla. Po rri për momentin derisa të shesim qoftet e para. Unë mendoj ti kim të shesim qofte në kombinat. Ide? A dini ju që unë kam jetu në kombinat, kur kam qenë e vogël dhe kam marrë Tiranë? Po na e ke thënë. Pa, kështu që pse s'ikim aty? O, Krista Nice. Ka doli ky. Ka dur për kamarier. Ka doli ky kamarier. Po mbyll syt, po imagjinoj se kur jam në buz deti me kamper, po kur i hap syt jam në kombinat. Ah, qa jetë. Si princesh. Georgina A do Rodriguez. kesh kamper? Rodriguez? Do i kem 10. Qefi, Hajde, bani Krista. zbet, bani sa më keni, se kur Sota, mos keni. shikuria saj, hajde. Tani ndezim zgarën? Ai sa di unë, nga situatat e jetës time, kjo bëhet copa dhe ndize. Dhe bashkë, kjo mbyll është kjo? qymyrin. Thoja, kur t'jem 25 vjeqe, thoja unë, kush e di në qa vendit botës do jem. Po, ndërkohë ti të ushit qofte në kombinat. Kod nuk thon, kthehesh aty ku ke bërë. A si vika jeta.
O Krisëm, Krisëm. e imagjinon do të shive pak imazhin kjo, Georgina Rodriguez. O zemra dhe Georgina ke për zgarë, por dallimi është se e ka zgarën kaq. Thot më mirë i pari fshatit se i fundi qytetit. Që më mirë t'je me para e fshatit. Po prapë është problem sepse nuk ke perspektivë nëse do t'jesh e para e fshatit. Nuk do të shnjet. Jo, se më mirë të pranoj të jemi fundit e qytetit dhe të çaj përpara se sa ti me para e fshatit të mos çaj kurrë. Ndalën e bleni qofte. Qofte. Ja sa da fiket zjarri. Kalo dhe i herë merrni. Nëse do mund të përnotosh tani se ka shumë radhë. Shpaj video tale që tu vdes për të çuna të çajin. Unë tash i vdes për çuna që blejnë qofte. Vdes për çuna që blejnë qofte dhe ha bukë me qofte. Dhe që do ata që blejnë bukë me qofte në kombinat 7.000 lekë. Goca, 18 karat do ishte okej, po prap. Shiko, unë mendoj që duhet tjetë se s'bën unas diamant, që ti thuash po. Shiko tash nuk mund të vishti me një unaz. Azo e do rubin? Diamant. E dua pak a shumë. Oj, ma kartira po Rolex. Kartira po Rolex. Rolex. Ose Rolex, po t'jede me gur diamanti. Po, aty është. Ua, vetëm mund që e kam tim kartirë, mo? Njerëzit, po ku ju bët ju për këto mi? O fytyr shtremse. Ju shisni qofte, doni me ble kartire Rolex, ju pylla juj. Ti mund të hapësh restorant qoftesh. Mund të hapësh dhe në mes New Yorkut, zemra, të bësh pa fund lek. Unë të shkoj diku larg. Kjo është e bukur e jetës. Që ti nashesh me pak, po do dhe shumë. Tani, unë do bëj pre-orders. Çfarë do të thot pre-orders? Do marrë rezervime që se duhet fitoj sfidën, unë duhet shtrihem krevat. Tani, 1, 2, 3, 4, maksimumi 8 pre-orders do bëj. Dhe ti është e zgjuar në këtë botë, nuk funksionon ndryshe, më i shkati, më i shpejti fiton gjithmonë. Unë i dua shumë, i kam shoqë i kam motra, po tani. Hajde, pre-order, përfitoni nga oferta, bëni pre-orders. Strategjia ime është që do përshëndrohem të rruga me makina. Do ndaloj shoferët dhe i ofroj bukë me qofte. Hajde, sa doni? Sa doni? Po jo, kemi me lekle se janë bukë me qofte vipash. E ma bukën. Bukën gati. S'kemi letrat lagura. Jepja këtu mor shpirt. Jepja një. Nëra buka. Jepi 2 qofte. Prit. 3 qofte. Na 3. Prit edhe një. Na edhe një. Gjaxhi na. Na. Buko Ema, na duhet Jo, prit pika se na duhet pika. Ema, nuk po tregosh e shkathët. Pse? Unë po i skush shpirë. Jo, nuk po i skush, ishte klienti im ai, si hyn ti te klienti im. Se do edhe unë pjesë time. Me çfarë hyn ti te klienti im? Po prit moj, se do kesh jeta prap. Çu ta merrni bukën nga goja ju. Po trego për shkatët ti mos ta marr. Strategjia ime që do bëj njerëzit përvetash aroma, sepse unë po i gatuaj me këto duar, këto qofte. Imagjinoni një erë të ngrohtë që të përkthel hundën dhe të zgjon kujtimet më të shijshme. Është aroma e qofteve të sapo pjekura nga Ema. Një shi freskët dhe një prekje dashurie shqiptare që mbush ajrin në shi. Kanë vetë qofte të aromën e Ema. Po aroma ime është ndryshe, është shpirë, se shi që arome po nxjerr qoftja. Policia të merr. A doni bukë me qofte? Ja, sa të bën 10.000 lekë dhe ikëm. E sa të bën 10.000 lekë. 10.000 lekë dhe ikëm. Hajde bukë me qofte. Këta pas kam por dhe Ema nuk kam bukë me qofte. Han, bukë me qofte. Qa duket vetja këtyre me Range Rover? Ema me gjë. vit private, me 7 pishina. Jeni shumë keqtë. Na fusin burg! Për zoti nuk është biznes privat, për zoti. Lutem, sa të shesim të qoftet? O e blokat rrugën e s'po qesim qofte. A erdhi pre-order i parë që bëra. Vi 2. Bede i tjetër? Një gjaxhi. Merë o zemër, o kujdes! Pa i këto? Ja, ikëm. Kuj kristal. Që si shpiri qofte. 2.000 lek! 2.000 lek!
Po dua më gjë, edhe dua. Nuk e përka për 300. A mund të bëjmë pak llogarit tani? Po është ora 12 ka kaluar 2 orë që poqëm edhe shitëm qofte. Kemi edhe 4 orë. Po jo këto më jo llogarit e lekëve. Po. Tani, sa qofte kemi pas në fillim ne? Po bëre llogarit e qofteve nuk do të dalim kurrë se gjysma t'i keni ngrënë ju. Sa lekë e bërë ti? Unë i shita 3 njerëzve nga 7.000 lekë kam bërë 21. Po ti, Kristel? Unë shita 4 nga 5.000, po ti 7.000 lekë edhe njerëzve me s'vjen tur. Po zemra pash business. Tu abuzu me njerëzit e vujtur në kombinat. Business. Unë shita 4 cop nga 5.000 lekë dhe më lanë 200 lekë bakshish. Po zemra unë i dhash falas gjitha. Falas mi. Po qa të bëja o ti, merrni niknin, po tash i thash hajt hani se gjyna buk është. S'ka gjë, letria ty. Ore, dhe unë doshe një qofte ekstra, po jo pa lek. Kemi dhe 4 orë para, për 4 orë të Unë po rikë tu për vete, e ma 3 aty se robi mirë, me që është robi mirë, ajo në Tereza 3 Po aty. s'ka lidhje robi mirë, po thjesht ja u dhash. S'ka gjë 15 lekë nga E dalin. bashkëriu se kemi pak punë. Do vish me mua ti? Pa. Wow! Bëllë kamerë, bëllë kamerë. Unë që s'qita as $1 më e fitumja. Hajde, kështu bati, bosi e mirë edhe e prerë. E mirë jam në shpirt, por nuk Unë- ma hedh njeri, mu nuk ma merr njeri bukën nga goja. Unë për vete shita, bëra pre-orders, përdora strategjin time dhe fitova. Kështu që njerëz esti me qëllime në jetë që të fitoni. Dhe të bëni jetë mbreti në fund të ditës, siç po bëj unë edhe Ema. Jo si Pikërisht. fakirja Crystal. Rëndësi ka të arrini qëllimin. Kjo është e rëndësishme. Se na doli pak double chini, ik tash i kaloj andej. Si ndjesh Crystal, të jesh e ullur aty dhe jo shtrir këtu për 7 palë qefe Pa Kristo. shpirtra. në intimitet me Emanuelën. Ju thash Nuk rash nga froni. Qa do bëjmë dhe 4 orë? Po se di. ti unë për vete jam rehat dhe sigur mos bëj asgjë këtu. A të shkojmë në një lokacion, ku të shkojmë? Moj, Ha, ne jemi këte nga Sauku tani. po ku do Edhe- Sa po ikem? mendoj? Ha, Ne e kemi se e kemi këtë si shtëpi. Ndoshta nuk do e kemi kur fatin të jetojmë në një nga ato vilat e pasanikëve. what u thaft goja moj? Inshallah do Inshallah jetojmë. kemi, po zërë se zdo e kemi. Se si marim këtë dhe të shkojmë të rrim atje, zërë se kemi shpina atje. Do na nxjerr jashtë, po Ikem të manifestojmë, të lutem. Shofer, ka të shonë dhe glangja më e pasur që kanë pasanikë të tjera. edhe shiu ka aromë ndryshe në lagje të pasurisht. Po, është shtëpia jonë, o i zemër, këtu është E. lagja jonë. Oh, busha me Si ajër. se fry, qari po Era është fitur era lek, është era pare. Kam ditur gjithmonë, thra pse ka mangë, nuk marr do të frym. Është dashur të vi këtu. Goca, tash do të me bë pak punë të shtëpisë, se është bërë shumë rëmuj. Do të me shkun çik çerçaf. Është dita jote o Crystal sot. Këtu është vend ideal, këtu jemi në shtëpinë tonë, kjo është shtëpia jonë, kjo është lagja jonë. Shkunim pak këto. Shkundi zemër. Hapi leta e rosen pak, se leta e roset, hapi dritaren. Ne filipineset kemi lënë pushim sot. Shkonim çik rrugë. Kjo është lagja jonë, o zemër, këtu kemi shtëpinë. Tash ta ndejmë çik çerçafin këtu. Ku të Te degët? Pema, Po, hajde. hajde, edhe këtë të marrë ajër jashtëpiku. Allah! Ishte bërë shtëpia zhull, si han, Po, si ha stall tash, derash. se gjithë shtëpia të bëjmë kështu, për ta vëmë jastikun këtu të të marrë ajër. Je këtu? Ashtu, ta aeroset i të shikë, edhe jastiku. Qa mu i do e ngresh çadrën? Ema, Ha, lidhe atje se je gjatë. ku? Lidhe. Hajde, Kemi ku? menduar për gjitha, edhe për Marrë ashi. Ah, super, na e ndizit qik na hapi qik. Bjerë se e kap këtu të Pema. Opa! Ah, Kristiana, hajde! Ja, e kapa këtun! Ja! Lidhe fort, Krista, se është shumë e fort. ndem dhe rroba. Rob të zemra, wow. Iqe këtë të shishtë. Moj, po tani që mendojmë pasanikët kanë nga ato lavatriçet që i thanë vetë rrobat. Lavasovilje, si quhet? Po lavastovili. Nuk marrë vesh nga jeta e të pasurve.
Kur kalojmë pasanikët e ulim kështu, nuk duket. Ne harruam që pasanikët i thajnë rrobat në shtëpi, nuk i Tharse. nuk i ndejnë fare. Po. Po janë vetë shkretëcimi mësu me këto detaje, s'kemi nga ti din. Ne thjesht kemi shtëpinë te kjo lagja, jo. Ishte mjaftueshëm shiu se me herë nuk e mbaj dot çadrën. Kesh këtë njësën, ulla me hiqe. U dallë, se është Dolce Gabbana. Është lagja të pasurve. Pasanikët, 1 minutë. Okej, kaluam. I ka pasanikët? Janë fqinjet tanë, se na gjojnë fqinjet. Ose ma të qatë dusha, si nga këta s'ka kamper. Përshë se na gjojnë Mund komshin. t'ken... Pa leku i kam parë klasa, po kamper. Zemra, duhet... Brave? pasaniku. O, Zemra, edhe pse jemi kështu duhet të rrim me standard, se jemi të lagja vipave. Kaluam? Ikën? Jo, po vjen një po, është një gëmonë si në. Është njeri si ne, është njeri si ne, o, fukara, është ai njeri. Policia. Jo, ishte një makinë. Oj, ma ki lukë. Hame të shumë. Ma ki lukë. Hame të shumë. E, 1 milion euro blejmë budalen të vijë. 1 milion ku ta gjesh? Ja, Amerikan për këtu, Rriti rritë. si zonë. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Fukara është ai njeri që s'ka ndere, s'ka zemër, e i pasur veç ai që në shpirt ka boemër. Harxoj parën mos kurse nuk vlen një kursimtar. Kërcejnë dhe do presej që nuk merr në var. Ai që parën fort e madhe nuk e ka mendoj harxuar. që u flishëm jaftu. Gjithjet. Jo, pse u flishëm? Ne jemi pasanik si ata. Ata janë... Qa janë ata? Për çfarë punohesh? Asgjë. Për çfarë punohesh? Ndaj me nder, unë jam pasanikja më e madhe këtij vendi. Hajde, ikim Dhe kush pra më ne. kundërshton, dhe të flas tani ose të hesh për gjithmonë. Ik pas rrugës, ik. Unë dal! Dhe të gjithë di që unë jam të çmendur. Unë jam e të çmendur dhe kaq. Nuk më flas, e njoh vetveten, e njoh kush jam, e njoh, nuk Georgina Rodriguez i ju. Nuk ndjem inferiore, unë jam Georgina Rodriguez i juaj. Nuk ndjem inferiore, unë. Po, dolën rojet. Hajde, shtet është që i maroj filme. Mua. Qysha, pse po na shohin? O, gos... Të një Kisiane nga ka ngel me rregull treshi 40.000 lek. Po, kishim 20, Po, i përdorën për naftën, 40 i bëm ne. Sa orë kemi ne tani? Edhe 2 orë. edhe 2 orë rrugë. Nuk s'kam ngrënë fare se jo ngret buk me qofte. Po, duhet Një hajde shampanjë të kam unë, po më vjen kish ta pim vetëm atë shampanjin. Si, po e këta pim. Jo, E për çfarë do bëjmë gëzuar? Për 40.000 lekë që bëm me qofte. për jetën tonë të luksit me kamper personal. Mua më ndodh një deja vu, se kishim ardhur edhe herë tjetër këtu. Vërtet? Po ne kemi ardhur, se kena sim krisën këtu. Moj në kamper, Ah. idiote. Tani që po e mendoja se isha të procesu. Tani ti ke këtë shampanjën. Po, Dhe po sikur me këtë shampanjë që kemi, të marrim dikë këtu në kamper, të bëjmë muhabet, të ta qerasim, të bëjmë një gëzuar. oh, Edhe po, të bëjmë gëzuar për arritjet tona, sharing is caring, Yeah. dikush që duhet ta shijoj këtë për kamper. goalsa tona, kështu që pse jo mos marrim dikë, bëjmë dhe muhabet, ndajmë eksperjenca. O gota çfarë po thoni? Çfarë po keni themi? ndërmend të merrni këtu? Po dikë nga rruga. Ne nuk kemi vend të rinj të treja, kam që shpar këtu në Po pizza. do vim në këmbë se do festojmë, do pim shampanjë, jo Kemi- Krista. kemi 5 orë. Kesiana. Kemi 5 orë me fytyrat e njëra tjetrës dhe s'po dim çfarë të bëjmë. Kështu që më mirë marrim dikë. Bëjmë paktën muhabet. na hapi çik horizonti, se ngelet me të ky kamper i shumë kap Okej, jansi. dini gjiheni dikë. Operacioni rrëmbejmë një person edhe fusim në kamperin ton. Stropullën ton. Po kush do jetë ai fatlum ose fatlume? Ndoshta për ata nuk është ai fati i madh, po Astiri po na pret. është e vështirë është, po jo e pamundur që ne të gjejmë dikë. A do vish te kamperi jon të bësh një xhiro? Okej, faleminderit ti. Okej. A do vishte kamperi?
Ja, në date. Si jemi kaq popull i vuajtur? Pse nuk dini të pranoni shakan? Pse nuk dini të qeshni? Pse merrni gjërat seriozisht? O e ma, do i bjem shkurt të motër, se këta zvinë. Korrupsion. Korrupsion. E di asha ti do dilja se të njoh. Unë dhe Ema, se Kristi na abandonoi, nuk ka që fare. Nuk pranon të laget në shi. Po. Do i ofrojmë 20.000 lekë që na kanë ngelur, se na çfarë po bëjmë? Direkt, ndroni rrugën, kaloni nga ana tjetër, pse kaloni mbrapa, nga ana tjetër e rrugës. Kaloj rrugën madje. Ju ham ne ju ham valla. Ne po na vro ju ham. Pse? Ske? U të ham ty. Mos më vro. Ka dalë nami për kanibale. Hajde Flora, dures. Gjatë të duhet kjo. Edhe një bilet. Dures. Ne i gjetëm çunat, po i kemi marrë shpenzor. Po ku bëni? Thuaje që i ke paguar për t'i marrë këtu. I Po jo. pagujtëm edhe i marrëm i korruptuam, po të paktën i gjetëm zgjidhje. 1, 2. Vajmë gota se është për ty. Hajde. E shef si që rasti miq me shampanjë. Gëzuar. E bravo. Hajde, love you. Love you too. Love you Krista. Cheers. Duke qenë se ne ju bëm dhe xhiro, nxirni nga 50.000 lekë secili, le ta mbyllim këtë muhabet. Keni ngel pa lek? Që ka shakatori forti. Çfarë një je? Unë jam peshku. Se ndjesh Kristeli. Sardele vogël. Kë person keni më shumë qef dhe kë keni më shumë inat nga andale. Këtë e dim, e tha. Thua edhe një herë. Jo, më gjithë mirë jeni ose çunë si gocë. Krista, love you. Oke, bravo. Po nga çunat? Sa shef e pas nga Krista, nga ja ka ik na, nga kjo. Ajo tre iku. Çuna shumë fake ju për Faleminderit. Vaj, piu shampanjë ai, pastaj që Jeni do të tek për shumë- shampanjë. Jo, po e piu vetëm. Shumë çuna të mirë. Pi alkoolun. Oh. Lovën. Oh, 6 orë më i gran. E u mbushën. Por ama u kënaqëm. Oh, jo keq. Ai provuam dhe camperin. Mendoj që do ta marrim ndonjëherë vet kamperin të bëjmë xhiro. Është ora 3:30 goca. 3:30 dhe po bie shi, kështu që ne duhet ikim tani. Kemi dhe gjysmë orë sa na ri ora 4, po besoj se ta çojmë ne tek vendi ku ishte shkon ora 4. Po, fix. Edhe i përmbushëm 6 orë me sukses. Shumë të zolla t'jene. I shtym, po i shtym. Po, jemi të zonja të zot. Nisu shofer. Shofer, i dora gjini që të eci për shpejtim. Nisu shofer!